kam parë të rritesh kokfort, të rritesh këmbgulës, të rritesh i paepur. Me këtë vlerësim, kryeministri Edi Rama i dorëzoi dekoratën ylli oficerit të Urdhrit Suprem të Shqiponjës violinisti Tedi Papavrami përmes një delegimi të posaçëm nga presidenti Bajram Begaj. Kryeministri Rama vlerësoi punën e artistit Papavrami në promovimin e Shqipërisë dhe shqiptarëve në mbar botën. Fal Tedit, ne kemi sot jo thjesht këtu, po në Tiranë tharmin e Europës, ashtu siç e kemi ndruar dhe dashur gjithmonë. Dhe prandaj dua t'i them Tedit faleminderit që shkoi në Europë si një shqiptar i bukur, kur për Europën shqiptarët ishin njerëz me bisht, dhe patjetër edhe faleminderit Europës që gjatë kësaj jave na sollën Tedin në Shqipëri. Unë e konsideroj veten me fat që të njoh. Ndërsa Papavrami gjatë fjalës së tij kujtoi njohjen e hershme me kryeministrin Edi Rama, ndërsa foli edhe për historinë e tij artistike në Shqipëri. Ti vetë Edi je një pjesë e kujtimeve të hershme, ashtu siç e the në lice, ku unë të mbaja mend si një adoleshent më të rritur që më impresiononte dhe më dukej gjithmonë një figurë mbrojtëse për mua, kundra rrugaçve. Historia ime në këtë vend ka qenë sipas epokave mjaft kontradiktore, se këtu kam njohur shumë herët dashamirësinë dhe admirimin e publikut, edhe më pas me një kontrast shumë të shpejtë dhunën e refuzimit. Aktiviteti për dhënien e dekoratës violinistit Papavrami u zhvillua në kryeministri, ku të pranishëm ishin figura të shumta të artit.